ProTax Albania ka të bëjë me reformën e taksës mbi pronën. Ky projekt është i një rëndësie të veçantë dhe tërësisht në linjë. Jetojmë disa kohë moderne dhe të çuditshme, ku lançimi i një takse të re promovohet sikur të jetë në një model i ri telefoni. Po gjithsesi, çfarë është ProTax Albania dhe si ta kuptojmë? Teknikisht është një taksë e re dhe taksa e re do të thotë që gjithë ne do paguajmë shumë, por si synim ka që taksimi të jetë më i drejtë për të gjithë qytetarët e Shqipërisë, sepse kjo reformë pritet që të bëhet në çdo qytet të Shqipërisë dhe jo vetëm Tiranë. Taksimi, tani që ne flasim, është 0.05% e vlerës referencës pronës ku ti ndodhesh. Për shembull, nëse je në blok ti paguan shumë se dikush tjetër që është në Alidem. Por ajo që ProTax Albania do të bëjë është që ti të paguash taksën e pronës në bazë të vlerës së çmimit të tregut dhe jo të referencës, pasi gjithë e dimë që vlera e referencës me tregut janë dita me natë, janë shumë larg njëra tjetrës. Dhe gjithashtu, ata që kanë shtëpi 2-3 me radhë do të pagojnë akoma shumë se sa kjo taksë e parë. Kjo pritet që të aplikojë në 2026, por u shtyp për në 2028. Ajo që le pikpyetje më të mëdha është se si do të organizohet kjo taksë, si do të aplikohet. Qeveria shqiptare ka thënë që do të krijohet një kadastër fiskale për të gjitha pronët ku do kenë vlerën e saj reale. Kjo është një gjë fantastike nëse do bëhet. Por ajo që ngre pikpyetje më të mëdha është se si do bëhet kjo gjë. A do bëhet privatisht, a do bëhet e detyrueshme nga shteti? Nëse do bëhet e detyrueshme nga shteti, çfarë obligimesh apo gjohësh do të kenë ata që nuk e bëjnë dhe kush do ta bëjë këtë vlerësim?